Jo, nuk kemi marrë, si që pat kemi dëgju dhe kemi lexuar deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigja e tyre. Unë e konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet e qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme, mirë po është një problem nga data 1 qershor llogaritet që 1270 kompani të dalin në tregun e hapur dhe kjo është fatale për të gjitha këto kompani vendore. Është vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, andaj me të vërtetë është anashkalim komplet i të gjitha problemeve të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit. Kjo SAG e cila po vazhdon me insistimin e lëvizjes vetëvendosje që në krye të kuvendit ta vendosë. Jo, nuk e besoj që ka të bëjë kjo me frikën, tani nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët rreth definicionit të frikës, por besoni e dini të gjithë që në një opsion të tillë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte interesuar për pozita dhe për pushtet, do të ishte në një pozitë shumë të mirë po të bënte një koalicion me lëvizjen vetëvendosje se sa të hynte në një koalicion gjithëpërfshirës me të gjitha partitë politike. Nuk është frikë, është konsistencë, është premtimi që ju kemi dhënë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe janë dallimet e mëdha ideologjike, programore dhe sjellja e lëvizjes vetëvendosje, e cila e ka kriju këtë hendek që për momentin është e pakalueshme. Tjetër është e specifikuar me një qeveri gjithëpërfshirëse, tranzicionale, ku pakicat janë kategori kushtetuese. Ne tani pakicat, do të thonë komuniteti i pakicave kanë probleme mes veti, siç ka probleme edhe komuniteti shqiptar. Ne jemi marrë me këtë çështje dhe kemi thënë se sepse ata janë kategori kushtetuese dhe në çfarë do qeverie e cila do të formohej, zonja Emilia Rexhepi bashkë me komunitetin e saj janë pjesë e asaj qeverie sepse janë kategori kushtetuese. Në fakt ne kemi me kushtetut të diskriminuar pozitivisht komunitetet në Kosovë dhe këtë dim. Në ndërkohë, zonja Rexhepi nuk duhet të jap konotacion politik krejt kësaj përpjekjes tonë për me debloku situatën, sepse as në letrën e kurtit drejtuar neve nuk përmendet fare komuniteti. Nuk është domethënë fare subjekt i letrës. Ndërkohë që ne kemi thënë qeveri me përfshirje të gjitha partive shqiptare, duke përfshirë normalisht edhe kategoritë kushtetuese që janë komunitetet.